Të pengosh padrejtësinë, si do qofshin kushtet. Muslimani duhet të zërë vend përballë personit që ushtron dhunë e padrejtësi, e pranë personit ndaj të cilit është ushtruar dhunë dhe padrejtësi, transmeton Buhariu. Muhamedi alayhis salam, personat që veprojnë në të kundërt me këtë, i ka paralajmëruar me fjalët: personi që ndihmon padrejtësinë dhe dhunën në një çështje, padyshim merr mbi vete zemrimin e Allahut. Ebu Davudi. Dhe ka bërë të ditur se ata të cilët ndihmojnë në veprimet dhe zbatimet e padrejta të drejtuesve dhunues nuk do të bashkohen me të në xhenet. Tirmidhiu. Sipas Resulullahit, i cili urdhëron duke thënë: nëse njerëzit shohin një dhunues ose ushtrues të padrejtësisë dhe nuk e pengojnë padrejtësinë e tij, është e pashmangshme që Allahu të mos i dënojë me zemrimin e tij. Miratimi i padrejtësisë së mizorit, qoftë edhe duke qëndruar heshtur, nënkupton pësimin e një dënimi për të gjithë.